Moderatorja e njohur Bora Zemani është e ftuara e radhës në podcastin e Grida Dumës, ku në promon e publikuar së fundmi premtohet një rrëfim pa doreza dhe shumë emocional. Për herë të parë pas një kohe të gjatë, Bora prek hapur temën delikate të faljes në një marrëdhënie, duke ju referuar në mënyrë të tërthorë, por mjaft të qartë, ribashkimit me Donald Veshajn. Gjatë bisedës, Grida Duma e pyet drejt për drejt: "Në çfarë niveli fal ti?" Përgjigjja e Borës tregon pjekuri, vetdije dhe një analizë të thellë të situatës që ka kaluar. Natyrisht nuk fal me naivitet, nuk fal se po gënjehen. Fal me koshiencë të plotë, e di ku është gabuar, por unë do e fal, do e tejkaloj këtë gjë. Moderatorja thekson se falja për të nuk do të thotë shkelje e parimeve, por një përpjekje e ndershme për të mos hedhur gjithçka poshtë pa luftuar. Nuk e bëj duke zgjeruar kufit, jo. Kufit ngelen të njëjtët. Nëse ka mundësi të shkatërohet një marrëdhënie dhe të prishet, a kishte ndonjë mundësi për të shpëtuar kjo marrëdhënie? Deklarata e Borës u lidh menjëherë me historinë e bujshme të dashurisë mes saj dhe Donald Veshajn, e cila u trondit gjatë pjesëmarrjes së tij në Big Brother VIP 1, kur ai nisi një romancë brenda shtëpisë me këngëtaren Beatrice Ramosaj, duke krijuar një nga 3 këndëshat më të komentuar në historinë e televizionit shqiptar. Kjo romancë përfundoi menjëherë pas daljes së Donaldit nga formati, ndërsa sot, fjalët e Borës tregojnë se falja erdhi pas reflektimit, kohës dhe vendosjes së kufive të qartë. Rrëfimi i plot pritet të ndezë sërish debatet në rrjet.